për mediat në Kosovë. Shumë në viteve të fundit çështja e fejes është top temë. Si dia e ke vërejt. Se unë i përcjelli këto. Shka është puna, pse? Kanë edhe shikoshmëri më shumë. Klikime, po dhe. Klikime. Shiko, çdo çështje që kërkon vëmendje, që kërkohet vëmendje, sigurisht që bëhet më e madhe, unë besoj tonë sulmojnë atë trungun e madh që bën pemë shumë. Dhe sulmojnë sepse i dëshirojnë ato pemë të mira. Edhe unë besoj që në këtë pjesë nuk bën përjashtim as feja islame që sulmojnë vazhdimisht edhe ata praktikues që nuk janë përfaqësues funditës të islamit, ata mund me qenë edhe gabimtar. Po funditës e shohin si pengesë. Dikan edhe pengon, kanë agjendat të tyre, sigurisht. Për mu, islami ka një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në identitetin tonë shqiptar, edhe jam krenar që edhe gjatë historisë kemi pas burë shtetasa, njerëz të mëdhej figura historike si Idris Seferin, kemi pas shumë figura si Sami Frashrin që kanë dhënë kontribut. Po kemi edhe ata tjerë, Anton Qetën që nuk nuk e mohojmë. Nuk e mohojmë, edhe absolutisht ka një kontribut të madh. Dhe unë besoj që identiteti shqiptar ka një lidhje absolutisht edhe me fenë islame, sepse ne e dim e lirë që kemi qenë dhe nuk e mohojmë si loz, por te fjala apo te lidhja e Prizrenit kur është bë atëherë në shekullin 17, fund shekullin 17, fillim shekullit 18 si nocione të kombit, domethënë atëherë ju ka jap drejtimi në farforme edhe formimit të kombit, se kemi qenë fise të ndryshme, por kombin se kemi pas edhe ajo ka qenë ajo deklarata në farforme e formësimit kombit. Sepse ato edhe dim shumë mirë që kanë ndodhur në xhami, domethënë lidhje e Prizrenit. Atëherë përgjem, të kisha për fund akime shtu në Isan. Po, unë mas pori du me falendru shumë për këtë podcast, du me përmbyll me një hadith që mu kujtu kështu, që ndërlidhet me jetën e gjithë secilit, ku Muhamedi a.s. ka thënë shfrytëzoni 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Allahu Akbar. Ka thënë jetën para vdekjes, rinin para pleqërisë, pasurinë para varfërisë, kohën e lirë para nxënjes së punës. Ndoshta radhitin se kom po më rëndësi domethënë është për mbajtje, besoj si kom harru këtë asnjënin. Dhe kjo do të realisht ta përshkruaj këtë jetën në përgjithësi që do me pas një vëmendje vazhdimisht dhe kisha përshëndet për punën që përbëni dhe Zoti që sa më shumë njerëz të lidhen me Zotin, sepse kur të tjerët mujnë me të harru Zotit të harran. Dhe kjo është më e rëndësishmja në funditës, ku të thojnë kumbi apo feja, thamë Zoti, sepse Zoti ka folë edhe kumbin edhe fejnë. Përgjigja më e mirë. Më e mirë, edhe është e vërtet. Besoj që kur ka ardhur Ademi a.s. këtë botë, ai ka qenë i krijuar prej Zotit, edhe çysh ka ardhur gjithçka, dhe ka sill edhe fejnë. Edhe këtu pastaj nocionet janë tjera, po këtu më shumë bojnë ndoshta për qëllime mindo, me mundin të veçantë. Po realiteti më i fortë ku i ki dyat. Absolutisht.